Në një piceri të thjesht, një biznesmen ritakon dy miq dhe përpiqet të harrojë peshën e përditshmërisë së tij. Por gjithçka ndryshon kur ai vren një nën dhe vajzën e saj duke ndarë një picë të vogël me kujdes të madh. Gjesti i heshtur ngjall kujtime që ai luftonte t'i varroste. Pa e ditur, ai takim rizgjoi ndjenja që ai besonte se I kishte humbur përgjithmonë. Para dëgjoni këtë tregim të pabesueshëm, mos harroni të abonoheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Piceria ishte fshehur mes ndërtesave të vjetra në qendër të Tiranës, një nga ato vende që mbjetonin më shumë fal kokfortësisë së pronarit se sa klientelës. Tavolinat e zbeta prej formike tregonin histori dekadash dhe aroma e brumit të fermentuar dilte nga dritaret e hapura, duke u përzier me zhurmën e makinave që kalonin me shpejtësi në bulevard. Ishte një mbrëmje e zakonshme e së enjtes, pa shumë lëvizje, pikërisht siç Marku preferonte kur donte të shpëtonte nga bota e tij e angazhimeve dhe takimeve të pafundme. Marku Aliu nuk dukej se I përkiste atij ambienti. Këpucët e tij italiane shkëlqenin në dritën e zbethë të tavanit dhe ora e artë në kyçin e dorës vlente më shumë se I gjithë lokali. Në moshën 42 vjeçare, ai kishte ndërtuar një perandori në fushën e teknologjisë, por atë mbrëmje kërkonte vetëm shoqërinë e Viktorit dhe Lukës, miq të kohës së universitetit që ende e thërrisnin me nofkën Marku. Ata ishin të vetmit që njihnin njeriun pas pasurisë, atë djalosh që ishte rritur në një lagje të thjeshtë periferike para se jeta të merrte drejtime të papritura. Të qeshurat jehoheshin në për picerinë e zbrazët ndërsa Viktori tregonte për të tretën herë historinë e ditës kur Marku u shfaq në klasë me atlete të shpuara dhe pretendoi se ishte modë e re nga Parisi. Luka derdhte pije freskuese në tavolinë duke qeshur dhe Marku rrotullonte syt, por buzëqeshte. Aty, në atë vend të përulur, ai mund të harronte për disa orë presionet e të qenit ai që ishte, pritshmëritë që I rëndonin mbi supe si një armaturë e padukshme. Ishte atëherë kur ajo hyri. Elena hapi derën e xhamit me kujdes, si një që kërkon leje edhe në një vend publik. Sytë e saj të lodhur bën një skanim të shpejtë të ambientit, duke kërkuar tavolinën më diskrete, më të largët. Në moshën 38 vjeçare, ajo mbante mbi shpinë jo vetëm çantën e vjetër, por edhe peshën e punëve të 2 fishta, 3 fishta, të agimeve kur gjumi ishte një luks që nuk mund t'ia lejonte vetes. Pranë saj, Kiara mbante dorën e nënës së saj fort, sikur ai gjest mund ta mbronte nga një botë që këmbëngulte të ishte shumë e ashpër. Kiara ishte 17 vjeç dhe kishte sy që dukeshin se ruanin sekrete të lashta. Uniforma e saj e shkollës ishte e patëmet, pavarësisht se ishte e konsumuar në fund, dhe ajo mbante një çantë shpine të rëndë me libra që I merrte hua nga biblioteka sepse nuk mund t'i blinte. Kishte në të një seriozitet të pazakontë për moshën e saj, atë lloj pjekurie që lind nga nevoja, jo nga zgjedhja. U ulën në tavolinën e fundit, pranë kuzhinës, ku nxehtësia e furrës e bënte ambientin edhe më të rëndë. Elena hapi çantën me lëvizje të llogaritura, duke numëruar monedhat dhe kartëmonedhat e palosura që kishte ruajtur gjatë javës. Kishte aq sa duhej për një picë të vogël. Vetëm një. Bëri porosin me zë të ullët, pothuajse e turpëruar, dhe kamarieri e shënoi pa e parë në sy. Marku nuk duhej t'i kishte vënë re. Ishte me shpinë nga ato, I zhytur në bisedën për investimet e ardhshme që Viktori këmbëngulte të prek edhe në ato pak orë çlodhjeje. Por diçka e bëri të kthej kokën. Ndoshta heshtja që rrezatonte nga ajo tavolinë e largët, aq ndryshe nga zhurma që bënin ata. Ndoshta kontrasti mes gëzimit të zhurmshëm të grupit të tij dhe qetësisë së atyre dy grave që dukeshin se mbanin botën mbi supe. Pica arriti e tymosur, e vogël, me vetëm disa feta mozzarella të shkrirë. Elena mori fetën e parë dhe ishte gati ta çonte në gojë kur Kiara I preku krahun butësisht. Nëna e pa të bien dhe në atë shikim kishte një bisedë të tërë, nga ato që vetëm ata që ndajnë të njëjtin çati të ngushtë dhe të njëjtat vështirësi mund t'i kuptojnë. Kiara mori fetën nga duart e nënës me delikatesë. Me pirunin plastik, e ndau në mes. Nuk ishte një ndarje çfarëdo, e nxituar. Ajo e mati me sy, duke u siguruar që njëra gjysmë ishte pak më e madhe. Pastaj, me një buzëqeshje të vogël por të sinqertë, ia zgjati pjesën më të madhe Elenës. Elena mohoi me kokë, por Kiara këmbënguli. Nuk kishte dram në atë gjest, as lot, as fjalë të stërholluara. Ishte e thjeshtë, e pastër, dhe mbante gjithçka që fjalët nuk do të mundnin të shprehnin. Ishte dashuria që manifestohet në akte të vogla kur nuk ka burime të mëdha për ta demonstruar. Marku vëzhgonte gjithçka si të ishte duke parë një skenë në lëvizje të ngadalë.
Piruni që ndante picën, duart e kujdesshme të adoleshentes, buzëqeshja e nënës që pranonte sepse e dinte se refuzimi do t'i mohonte vajzës gëzimin e të kujdesurit. Ndjeu diçka të shtrëngoi në gjoksin e tij, një ndjenjë që nuk e kishte provuar prej vitesh. Nuk ishte mëshirë. Ishte njohje. Pa pritmas, ai ishte kthyer në moshën 12 vjeçare, ulur në kuzhinën e vogël të apartamentit ku ishte rritur. Shihte motrën e tij më të vogël, Rozën, vetëm 7 vjeç, duke ndarë me të biskotën e fundit të paketës. Roza gjithmonë i jepte pjesën më të madhe. Gjithmonë. Edhe kur ajo ishte ajo që kishte më shumë nevojë, edhe kur ishte e qartë se ajo kishte më shumë uri. Ajo e shihte Markun me ata sy të mëdhenj dhe i thoshte se vëllai i madh kishte nevojë për më shumë energji për të mbrojtur familjen. Roza. Emri jehoi në mendjen e tij si një bubullim e largët. Prej vitesh Marku e kishte kyçur atë kujtim në një cep të errët të vetes. Faji, dhimbja, ndjenja e pafuqisë që nuk e kishte braktisur kurrë plotësisht. Roza, e cila në moshën 15 vjeçare kishte jetën e saj të ndërprer aq papritmas sa Marku, nuk kishte arritur kurrë ta përpunonte humbjen. Ai u mbyll pas kësaj, ndërtoi mure aq të larta rreth zemrës sa që as ai vet nuk mund t'i ngjitej më. Viktori vuri re ndryshimin të miku i tij. Marku kishte ndaluar së foluri në mes të një fjalie, sytë e fiksuar në një pikë të largët të picerisë. E thiri emrin një herë, 2 herë, derisa Marku puliti sytë dhe u kthye në të tashmen. Por diçka kishte ndryshuar. Kishte një lagështi në sytë që ai puliti shpejt për t'i fshehur, një shqetësim që e bëri të lëvizte në karrige. Pastaj, pa menduar shumë, pa llogaritur pasoja apo matur fjalët, Marku u ngrit. Viktori dhe Luka e pan të hutuar kur ai thjesht filloi të ecte drejt tavolinës së fundit. Hapat e tij ishin të ngadaltë, sikur secili kërkonte guxim që ai po e mblidhte rrugës. Elena ngriti syt kur një hije mbuloi tavolinën. Pa burrin e gjatë, me rroba të shtrenjta, të ndalur aty me një shprehje që ajo nuk dinte ta deshifronte. Instinkti i saj i parë ishte alarmi. Njerëz si ai nuk afroheshin me njerëz si ajo për arsye të mira, përvoja ja kishte mësuar. Ajo mbajti instinktivisht dorën e Kiarës nën tavolinë. Marku vuri re frikën në sytë e saj dhe mallkoi veten pse nuk e kishte menduar më mirë se si ta trajtonte situatën. Buzëqeshi, duke u përpjekur të dukej më pak frikësues, dhe nxori duart nga xhepat që ajo t'i shihte të zbrazta. "Më falni që ju ndërpres," tha ai, zëri i tij duke dalë më i ngjirur nga sa kishte ndërmend. "Unë thjesht doja të dija nëse dëshironi të bashkoheni me mua dhe miqtë e mi atje përpara. Kemi shumë ushqim dhe do të ishte një gëzim të kishim më shumë shoqëri." Elena puliti syt, e hutuar. Pa Kiarën, e cila dukej po aq e humbur. Kjo nuk kishte kuptim. Njerëz si ai burr nuk i ftonin njerëz si ato për asgjë. Duhet të kishte ndonjë hile, ndonjë arsye të fshehur. "Nuk duam të shqetësojmë," u përgjigj Elena me zë të ulët, zëri i ngarkuar me një krenari të plagosur që ajo po përpiqej ta mbante të paprekur. "Jemi mirë këtu, faleminderit." Marku pa picën e vogël, fetën e ndarë në mes që ende priste në pjath. Pa çantën e vjetër të mbështetur në karrige, atletet e konsumuara të Kiarës, duart e ashpra të Elenës. Dhe pa veten, dekada më parë, në anën tjetër të asaj ekuacioni. Pa Rozën, e cila nuk kishte pasur kur mundësinë të rritej dhe të shihte çfarë mund të ofronte bota. "Nuk është shqetësim," këmbënguli ai, dhe kishte diçka në zërin e tij që e bëri Elenën ta shihte vërtet për herë të parë. "Ju lutem. Do të ishte një nder." Kiara shtrëngoi dorën e nënës. Kishte diçka në sytë e atij burri që e bënte të ndjente se ai po thoshte të vërtetën. Nuk ishte bamirësi. Ishte diçka tjetër, diçka më e thellë që ajo nuk mund ta emërtonte. Elena ndjeu shtrëngimin dhe psherëtiu. E dinte se nëse refuzonte përsëri, do të ishte tepër e pasjellshme. Mirë, ajo u dorëzua më në fund. Por vetëm për pak. Marku buzëqeshi, dhe ishte një buzëqeshje e sinqertë që i ndriçoi fytyrën në një mënyrë që Viktori dhe Luka rrallë e shihnin. Ai priti ndërsa ato mblidhnin gjërat e tyre, dhe kur Kiara u pengua në rripin e çantës së shpinës, ai i mbajti bërylin që ajo të mos rrëzohej. Prekja ishte e lehtë, respektuese, por Kiara ndjeu diçka të çuditshme në atë gjest. Një siguri që nuk e kishte provuar prej kohësh. Tavolina e Markut dukej një botë tjetër. Kishte 3 pica gjigante, pije freskuese, madje edhe ëmbëlsira të porositura.
Viktori dhe Luka u prezantuan me simpati, duke shtyr karriget e tyre për të bërë vend. Luka, gjithmonë më i foluri, filloi menjëherë ta bënte Kiarën të qeshte me historitë e tij absurde për klient ekscentrik. Elena ishte e tensionuar në fillim, duke kafshuar picën ngadalë, e vëmendshme ndaj çdo fjale, çdo gjesti, duke kërkuar shenja kondescendence ose talljeje. Por nuk gjeti asgjë të tillë. Marku bisedoi me të për gjëra të thjeshta. E pyeti për punën e saj, dëgjoi kur ajo tregoi se ishte shërbëtore prej gati 20 vitesh, që kur zbuloi se ishte shtatzën me Kiarën. Nuk kishte gjykim në sytë e tij, vetëm një interes i sinqert që e çarmatosi ngadalë. Kiara, nga ana e saj, zbuloi se Marku i pëlqente të vizatonte kur ishte më i vogël. Ajo mori një pecet letre dhe një stilolaps që ai i ofroi dhe filloi të vizatonte linja ndërsa dëgjonte histori. Vizatoi pa menduar shumë, duke lënë dorën të udhëhiqej. Një picë e madhe në qendër dhe rreth saj figura të vogla që përfaqësonin njerëz që qeshnin së bashku. Marku vëzhgonte ato vizatime të thjeshta sikur të ishin vepra arti më e çmuar që kishte parë ndonjëherë. Kishte diçka aty në atë vizatim të trash në një pecet të lirë që kapte thelbin e asaj që ai kishte humbur prej kohësh. Lidhje njerëzore. Thjeshtësi. Gëzim pa pretendime. Orët kaluan pa e vënë re askush. Pronari i picerisë tashmë kishte kthyer tabelën në mbyllur, por nuk pati guximin të ndërpriste atë grup që dukej se kishte gjetur diçka të rrallë atë natë. Kur më në fund e kuptuan orën, Elena u ngrit e trembur. Kiara kishte mësim të nesërmen dhe ajo vetë duhej të merrte 2 autobusa për të shkuar në punë në orën 6 të mëngjesit. Marku këmbënguli të paguante një taksi për t'i dërguar. Elena refuzoi 3 herë para se të pranonte dhe e bëri vetëm sepse pa që Kiara ishte e lodhur, duke u munduar t'i mbante sytë hapur. Në ndarje, kishte një moment hezitimi. Një përqafim? Një shtrëngim duarsh? Në fund, ishte vetëm një tundje koke, por që mbante më shumë peshë se çdo gjest i stërholluar. Marku qëndroi në trotuar duke parë makinën që largohej. Peceta me vizatimin e Kiarës ishte palosur me kujdes në xhepin e xhaketës së tij. Viktori dhe Luka e vëzhgonin në heshtje, duke kuptuar se diçka kishte ndryshuar te miku i tyre atë natë, por pa ditur saktësisht se çfarë. Në sediljen e pasme të makinës, Kiara mbështeti kokën në shpatullën e nënës. Elena kaloi gishtat nëpër flokët e vajzës, e menduar. Kishte diçka në atë takim që e shqetësonte, por jo në mënyrë negative. Ishte më shumë një shqetësim, një ndjenjë se diçka ishte vënë në lëvizje dhe ajo nuk kishte ide se ku do të çonte kjo. Makina kalonte nëpër rrugët e zbrasta të Tiranës, duke lënë pas dritat e qendrës dhe duke u zhytur në lagjet periferike ku rrugët ishin më të errëta dhe më të ngushta. Elena pa nga dritarja dhe i lejoi vetes, për një moment të shkurtër, të imagjinonte si do të ishte të jetonte një jetë ndryshe. Por e largoi mendimin shpejt. Të ëndërroje shumë dhemte dhe ajo nuk kishte energji të tepërt për dhimbje të panevojshme. Kur arritën të ndërtesa e vjetër ku jetonin, në katin e 4 pa ashensor, realiteti i priti me brutalitet. Elena u përpoq të ndiste dritën e korridorit, por butoni nuk ju përgjigj. Ngjiti shkallët në errësirë me Kiarën që e mbante fort për dore, të dyja duke numëruar shkallët nga kujtesa. Kur hapi derën e apartamentit, errësira ishte e plotë. Elena provoi çelësin duke ditur tashmë çfarë do të gjente. Asgjë. Drita ishte prerë. Nuk ishte hera e parë, por dhemte sa herë që ndodhte, sikur të ishte hera e parë. Ndezi dritën e celularit dhe pa shënimin që kishin lënë poshtë derës. Qiraja ishte 3 muaj e prapambetur. Kishin kohë deri në fund të muajit për ta rregulluar ose do të duhej të largoheshin. Kiara hyri në heshtje dhe shkoi drejt në dhomën e vogël që ndante me nënën. Hapi sirtarin e komodinës së vjetër dhe e ruajti pecetën e letrës me kujdes, sikur të ishte një objekt i çmuar. Pranë saj kishte një kuti këpucësh ku mbante thesaret e saj të vogla. Një fotografi të zbeth të kohës kur ishte fëmijë, një shënim që mësuesja kishte shkruar duke lavdëruar një ese, një pend zogu që kishte gjetur në park. Tani, peceta kishte një vend të veçantë aty. Elena qëndroi në kuzhinë duke parë frigoriferin që mezi kishte ushqim, tenxheret e vjetra të grumbulluara, filtrin e ujit që duhej ndërruar prej muajsh. U ul në dyshemen e ftohtë, mbështeti kokën në mur dhe mbylli sytë. Nuk qau. Kishte kaluar pikën ku lotët zgjidhnin diçka.
por i bëri një premtim të heshtur vetes, aty në errësirën e atij apartamenti të mirë. Do të gjente një zgjidhje. Duhej ta gjente. Nga dhoma, vinte zhurma e butë dhe frymëmarrjes së Kiarës, e cila kishte fjetur ende e veshur. Elena u ngrit, shkoi atje dhe e mbuloi vajzën me batanien e hollë. I puthi ballin dhe i përshpëriti fjalë që vajza nuk mund t'i dëgjonte. Falje pse nuk mund t'i jepte më shumë. Premtime se ditë më të mira do të vinin, edhe pse ajo nuk dinte si. Ndërkohë, në anën tjetër të Tiranës, Marku hynte në apartamentin e tij luksoz. Heshtja aty ishte ndryshe. Ishte heshtja e hapësirave shumë të mëdha për një person të vetëm, e ambienteve që i hoheshin zbrazët pavarësisht nga të gjitha mobiljet e shtrenjta. Ai hoqi xhaketën dhe, para se ta varte, ju kujtua peceta. Mori letrën e palosur dhe e hapi me kujdes mbi tavolinën e ngrënjes që nuk e përdorte kurrë. Pa vizatimin e thjesht, vizatimet që Kiara kishte bërë pa pretendime. Dhe në atë moment, diçka brenda tij filloi të shkrihej. Ishte e dhimbshme, sikur gjaku fillon të qarkulloj përsëri në një gjymtyr të mpirë. Por ishte gjithashtu çliruese, në një mënyrë që ai nuk e kishte provuar prej vitesh. Mori një kornizë të thjeshtë që kishte ruajtur në ndonjë dollap, vendosi pecetën brenda me kujdes dhe e vari në murin e dhomës së ndenjes, pikërisht në qendër, ku më parë kishte një pikturë të shtrenjtë që nuk kishte pasur kurrë asnjë kuptim për të. Qëndroi aty duke parë atë vizatim dhe për herë të parë pas shumë kohësh, Marku Aliu i lejoi vetes të ndjente diçka përtej zbraztisë që mbante si një lëkurë të dytë. Ditët në vijim u zvarritën me të njëjtën rutinë të rëndë si gjithmonë për Elenën dhe Kiarën. Drita nuk u kthye dhe ato u përshtatën si mundën, duke ndezur qirin natën që Elena i blinte në tregun e lagjes me pak para që i mbeteshin pasi siguronte ushimin. Kiara studionte në dritën e zbet dhe të paqëndrueshme, duke sforcuar syt mbi libra ndërsa nëna qepte rroba të tjerëve deri vonë, duke u përpjekur të fitonte disa lekë shtesë. Elena kishte mësuar të mos priste mrekulli. Jeta ja kishte mësuar herët se shpresa ishte një luks i rrezikshëm për ata që nuk kishin një rrjet sigurie. Por gjithsesi, e kapte veten duke menduar për atë natë në piceri. Për mënyrën si ai burr i kishte parë, jo me mëshirë, por me diçka që dukej respekt. Për të qeshurën e lirshme të Kiarës, aq e rrallë kohët e fundit. Tunte kokën duke larguar mendimet. Njerëzit e pasur kishin jetët e tyre, problemet e tyre. Ajo kishte qenë vetëm një moment, një mirësi kalimtare, asgjë më shumë. Kiara, nga ana e saj, hapte sirtarin çdo natë për të parë pecetën. Kalonte gishtat mbi letrën tashmë pak të zverdhur, duke kujtuar çdo detaj të asaj nate. Nuk ishte vetëm fakti që kishin ngrënë derisa ishin ngopur, diçka që rrallë ndodhte. Ishte ndjenja e përkatësisë, qoftë edhe për disa orë, në një botë ku njerëzit qeshnin pa mbajtur aq shumë peshë mbi supe. Të njëjtën e ardhshme, pikërisht një javë pas takimit në piceri, Elena e mori Kiarën me vete në qendër të Tiranës për ta ndihmuar të dorëzonte disa rroba që kishte rregulluar. Ishte ditë pushimi nga shkolla për shkak të takimeve pedagogjike dhe Kiara i adhuronte ato raste të rralla kur mund të shoqëronte nënën. Ecën nëpër rrugët e gjallë duke ju shmangur kalimtarëve të nxituar, kur Kiara ndaloi papritmas duke shtrënguar fort krahun e nënës. Është ai, përshpëriti ajo, sytë e saj të zgurdulluar. Nën, është ai. Elena ndoqi shikimin e vajzës dhe ndjeu zemrën t'i kërcente pa dashje. Marku ishte disa metra larg, i ndalur para një kioske revistash, duke shfletuar i shpërqendruar një gazetë. Kishte veshur rroba më të rastësishme këtë herë, xhinse dhe një këmishë blu të çelur, por gjithsesi kishte në të një prani që e dallonte nga turma. Kiara nuk priti nënën. Lëshoi çantat që mbante në duart e Elenës dhe doli me vrap, me impulsivitetin e 17 vjeçares. Marku, thiri ajo, zëri i saj duke i hojë mbi zhurmën e rrugës. Marku, këtu. Ai u kthye kur dëgjoi emrin e tij, i habitur, dhe fytyra i u ndriçua kur njohu vajzën që vraponte drejt tij. E ruajti gazetën dhe bëri një buzëqeshje të sinqertë, nga ato që transformojnë plotësisht një fizionomi. Kiara ndaloi disa hapa para tij, papritmas e kapur nga një ndrojtje që nuk priste ta ndjente. Përshëndetje, tha ajo, duke buzëqeshur përsëri, duke marrë frymë. Çfarë koincidence? Përshëndetje, Kiara, u përgjigj ai, dhe fakti që ai kishte kujtuar emrin e saj bëri që zemra e vajzës të rritej. Si je? Para se ajo të mund të përgjigjej, Elena arriti me çantat, pak pa frymë nga ecja e shpejtë.
Marku e përshëndeti me një tundje koke të edukuar, dhe përsëri Elena ndjeu atë ndjenjë të çuditshme të qenit e parë, vërtet e parë, nga dikush. Biseduan aty, në trotuarin e gjallë, për gjëra të thjeshta. Marku tregoi se po bënte një shëtitje pa destinacion të caktuar, diçka që rrallë e bënte. Viktori dhe Luka gjithmonë thoshin se ai duhej të ngadalsonte, por Marku nuk kishte ditur kur si. Të punoje ishte më e lehtë se sa të përballeshe me heshtjen e kokës së tij. Pastaj, me një impuls që e befasoi edhe vet atë, Marku bëri një ftesë. Ka një park të bukur këtu pranë. Keni kohë për një kafe? Ose një lëng, u korrigjua shpejt duke parë Kiarën me një buzëqeshje. Do të doja shumë të bisedonim më shumë. Elena hezitoi. Kishte dorëzime për të bërë, llogari mendore të orareve dhe angazhimeve. Por kishte diçka në shprehjen e Kiarës, një shkëlqim në sy që ajo nuk e kishte parë prej shumë kohësh, që e bëri të lëshonte pe. Kemi pak kohë, tha ajo më në fund. Do të ishte mirë. Parku ishte një oazë i gjelbër në mes të betonit të Tiranës. Pemë të vjetra formonin një çati natyrale që filtruante dritën e diellit në njolla të arta mbi bar. Fëmijët luanin larg dhe një shitës ambulant ofronte kokoshka dhe pambuk sheqeri. Marku bleu 3 lëngje portokalli të freskëta dhe u ulën në një stol nën hije. Biseda rrjedhi natyrshëm. Kiara tregoi për shkollën, për si adhuronte letërsinë, por kishte vështirësi me matematikën. Marku pranoi se edhe ai e urrente matematikën kur ishte i ri, por që mësoi ta vlerësonte kur kuptoi se ishte thjesht një mënyrë tjetër për të zgjidhur probleme. Ata qeshën kur Kiara pranoi se nuk kishte arritur ende në atë pikë vlerësimi. Elena vëzhgonte ndërveprimin mes të dyve me ndjenja kontradiktore. Kishte butësi aty, një lidhje që lindi natyrshëm. Marku fliste me Kiarën si i barabartë, pa kondescendencë, por edhe me një kujdes prindëror që e bënte zemrën e Elenës të shtrëngohej. Ishte e bukur për t'u parë, por edhe frikësuese. Njerëz si Marku nuk qëndronin në jetën e njerëzve si ato. Ky ishte një fakt, dhe sa më shumë Kiara të lidhej, aq më shumë do të dhemte kur ai do të zhdukej pashmangshmërisht. Por ishte Elena ajo që më në fund u hap në një mënyrë që nuk kishte ndërmend. Marku e pyeti prej sa kohësh jetonte në Tiranë dhe ajo filloi të tregonte historinë e saj. Folli për ardhjen nga fshati ende adoleshente, shtatzën dhe vetëm, për si gjeti punë si shërbëtore sepse ishte e vetmja që mund të gjente pa përvojë. Folli për rritjen e Kiarës vetëm, për netët kur vajza ishte e vogël dhe qante nga uria ndërsa Elena nuk kishte çfarë t'i jepte. Marku dëgjonte me një vëmendje që rrallë ja kushtonte takimeve më të rëndësishme të biznesit. Kishte diçka në historinë e Elenës që rezononte me përvojën e tij, ndonse në mënyra të ndryshme. Edhe ai vinte nga një vend i përulur, edhe ai e njihte ndjenjen e të parit një frigorifer të zbrazët dhe të duhej të bënte zgjedhje të pamundura. Ke punuar në shumë shtëpi, pyeti ai, më shumë për të mbajtur bisedën se sa nga kurreshtja specifike. Shumë, konfirmoi Elena, duke parë në horizont. Shumica as nuk më trajtonin si njeri, të jem e sinqertë. Por kishte disa familje të mira. Një veçanërisht, atje në lagjen kopshti i luleve. Punova atje për vite, kur Kiara ishte e vogël. Pronarët udhëtuan jashtë vendit dhe unë mbeta pa atë punë, por ishin vite të mira. Marku ndjeu diçka të çuditshme kur dëgjoi emrin e lagjes. Kopshti i luleve. Ai ishte rritur atje. Familja e tij jetonte në një shtëpi modeste në atë zonë para se nëna e tij të gjente punën që ndryshoi gjithçka dhe të shpërnguleshin në një vend më të mirë. Por ai kaloi të gjithë fëmijërinë në ato rrugë, njihte çdo cep. Kopshti i luleve, përsëriti ai, duke u përkulur pak përpara. Unë jam rritur atje. Në çfarë rrugë punoje? Elena e emërtoi rrugën dhe Marku ndjeu një drithërim t'i kalonte shpinën. Ishte e njëjta rrugë ku ndodhej shtëpia e teze Anjezës, ku ai dhe Roza kalonin pasditet pas shkollës ndërsa nëna punonte. Por nuk mund të ishte një koincidencë kaq e madhe, apo jo? Si ishin pronarët e shtëpisë? Pyeti ai, duke u përpjekur të mbante zërin normal. Një çift i moshuar, tha Elena, duke mbyllur syt për të kujtuar më mirë. Zonja ishte e rrept, por e drejtë. Ajo kishte një nip që vinte çdo javë. 2 djem, nëse nuk gaboj. Një më i madh, serioz, dhe një vajzë e vogël, plot gëzim. Marku mbeti shumë i qetë. Tepër serioz. Kiara vuri re ndryshimin dhe e pa me shqetësim. Gjithçka në rregull? Pyeti ajo.
Ai pohoi, por mendja e tij po vraponte. Nuk mund të ishte. Bota nuk ishte kaq e vogël. Por pjesët po përshtateshin në mënyrë të frikshme. Mosha e Elenës përputhej. Edhe koha. Dhe ai kujtonte vagullt një grua të re që punonte për tezën e tij, dikë që gjithmonë kishte një fjalë të mirë për të dhe Rozën. Ai kujton djemt, pyeti Marku, zëri i tij më i tensionuar nga sa kishte ndërmend. Elena hapi syt dhe e pa me kureshtje për ndryshimin e tonit. Kujtoi pak. Më i madhi gjithmonë mbante libra. I pëlqente të rinte i qetë duke lexuar në obor. Vajza ishte e kundërta, plot energji. Ata ishin vëllezër e motra, shumë të lidhur me njëri tjetrin. Marku u desh të ngrihej. Bëri disa hapa, duke kaluar dorën nëpër flok, duke u përpjekur të përpunonte atë që po dëgjonte. Elena dhe Kiara shkëmbyen shikime të hutuar. Bëm diçka gabim, pyeti Kiara, e shqetësuar. Jo, tha Marku shpejt, duke u kthyer nga ato. Jo, absolutisht jo. Thjesht mendoj se e di për kë po flet. Mendoj se unë isha djali që rinte duke lexuar në obor. Heshtja që pasoi ishte e dendur. Elena u ngrit ngadalë, sytë e saj të zgurdulluar duke studiuar fytyrën e Markut sikur ta shihte për herë të parë. Ajo u kthye pas në kohë, duke kërkuar në tiparet e burrit të rritur tiparet e djalit që kishte njohur dekada më parë. Sytë ishin të njëjtë. Ai serioziteti introspektiv. Mund të ishte vërtet? Marku, përshpëriti ajo, ende duke përpunuar. Marku, djali që kishte një motër të quajtur Roza. Kur dëgjoi emrin e motrës, diçka brenda Markut u coptua dhe u rindërtua në të njëjtën kohë. Po, konfirmoi ai, zëri i tij i mbytur. Roza ishte motra ime. Elena vuri dorën në gojë, sytë e saj të përlotur. Të kujtoj. Ju kujtoj të dyve. Ishit aq të afërt. Roza ishte aq plot jetë. Ajo gjithmonë më ofronte ndihmë, edhe pse ishte aq e vogël. Thoshte se kur të rritej do të bëhej mjeke për të kujdesur për të gjithë. Marku u desh të ulej përsëri. Të dëgjojë dikë të fliste për Rozën sikur të ishte e vërtetë, sikur kujtimet e tij të mos ishin vetëm fantazma që ai i mbante vetëm, ishte njëkohësisht e dhimbshme dhe çliruese. Kishte kaluar aq shumë kohë që ai nuk i kishte lejuar askujt të përmendte motrën e tij, që e kishte kyçur atë pjesë të vetes sikur të mos ekzistonte. Kiara mbeti në heshtje, duke kuptuar se po dëshmonte diçka të rëndësishme, diçka që të i kalonte kuptimin e saj, por që ndjente se ishte domethënëse. Pa dhimbjen e papërpunuar në fytyrën e Markut, pa dhe mshurinë në sytë e nënës së saj, dhe zemra i shtrëngua për arsye që nuk mund t'i emërtonte. Më vjen shumë keq, tha Elena butësisht, duke u ulur pranë Markut. Kur mora vesh çfarë ndodhi me të, mbeta me zemër të thyer. Ajo ishte e veçantë. Marku pohoi, i paftë të fliste. Kishte një barierë brenda tij që fillonte të lëshonte vite dhimbje të shtypur që kërcënonin të dilnin në sipërfaqe. Ai luftoi kundër saj, siç kishte bërë gjithmonë, por këtë herë ishte më e vështirë. Kishte diçka në praninë e Elenës, në mirëkuptimin e saj të heshtur, që e bënte më të vështirë mbajtjen e mbrojtjeve të ngritura. Prandaj ishe kaq ndryshe atë natë në piceri, tha Elena, më shumë për vete se sa për të. Kur pe Kiarën duke ndar picën. Të kujtoj atë. Marku pa Kiarën, e cila e vëzhgonte me sy të zgurdulluar. Më kujtoj, pranoi ai. Roza gjithmonë e bënte këtë. Gjithmonë më jepte pjesën më të madhe të gjithçkaje, edhe kur e dija se ajo kishte më shumë nevojë. Ajo kishte atë zemër të madhe që nuk i zinte në gjoks. Kiara u afrua dhe, me një gjest të guximshëm që e befasoi, i mori dorën Markut. Ai pa atë dorë të vogël duke mbajtur të tijën dhe ndjeu diçka të lëvizte brenda tij, si pllaka tektonike që riorganizohen pas një tërmeti. Ata qëndruan aty për orë të tëra, duke biseduar për të kaluarën, për koincidenca të pamundura, për si ishin ndërthurur rrugët e jetës së tyre pa e ditur. Marku tregoi për si vdekja e Rozës e ndryshoi, për si u mbyll ndaj botës dhe ndërtoi një jetë ku emocionet mbaheshin në një distancë të sigurt. Ndërtoi një perandori biznesi, por një shkretëtirë emocionale. Elena, nga ana e saj, foli për vështirësitë e rritjes së një vajze vetëm, për momentet kur mendoi të hiqte dorë, por vazhdoi për shkak të Kiarës. Foli për shtëpinë e teze Anjezës, për si ato vite duke punuar atje ishin disa nga më të qëndrueshme të jetës së saj, dhe si gjithçka u shemb kur familja u zhvendos dhe ajo mbeti pa punë të përhershme.
Dielli filloi të perëndonte, duke ngjyrosur qiellin portokalli dhe roz. Parku po zbrazej, familjet po ktheheshin në shtëpitë e tyre. Marku pa Elenën dhe Kiarën dhe mori një vendim që po formohej që kur zbuluan lidhjen mes të kaluarave të tyre. Elena, tha ai, duke zgjedhur fjalët me kujdes. Kam një propozim për ty, nuk është bamirësi, para se ta mendosh këtë. Është punë e vërtet, me pagë të drejtë dhe gjithçka. Kam nevojë për një asistente personale. Dikush që të organizoj agjendën time, të merret me korrespondencat, të më ndihmoj me detyrat e përditshme që i kam neglizhuar sepse punoj shumë. A do të ishe e interesuar? Elena e pa, e habitur. Një asistente personale? Ajo ishte shërbëtore. Nuk kishte arsim për këtë, nuk kishte përvojë me punë zyre. Por Marku, unë nuk di nëse jam e kualifikuar, filloi ajo. Ai ngriti dorën, duke e ndërprer butësisht. Ti ke rritur një vajzë vetëm duke punuar në 3 vende pune njëkohësisht. Ke organizuar një jetë të tërë me pothuajse asnjë burim. Këto janë kualifikimet që kanë rëndësi. Pjesën tjetër mund ta mësoj unë. Kiara shtrëngoi krahun e nënës, sytë e saj duke shkëlqyer nga shpresa. Ju lutem, nën, pëshpëriti ajo. Të paktën mendoje. Elena pa të bien, pa lutjen aty, shpresën për një jetë pak më të lehtë. Pa Markun dhe pa sinqeritet, jo mëshirë. Pa dikë që kuptonte nga vinin ato sepse ai vetë kishte qenë atje një herë. Mirë, tha ajo më në fund. Do të provoj. Por nëse nuk ja dal, duhet të më thuash, pa mëshirë. Marku buzëqeshi dhe ishte një buzëqeshje që i arriti syt për herë të parë pas vitesh. U bë marrëveshja. Por jam i sigurt se do ta befasosh veten. Ata shkëmbyen numrat e telefonit, ranë dakord për detajet se kur Elena mund të fillonte. Marku këmbënguli të avanconte pagën e parë që ajo të mund të zgjidhte llogaritë e prapambetura. Elena refuzoi me forcë derisa ai argumentoi se ishte standardi i kompanisë, një gënjeshtër e bardhë që ajo e pranoi sepse kishte nevojë dëshpërimisht të besonte. Kur më në fund u përshëndetën, tashmë ishte errësirë. Marku thiri një taksi për t'i dërguar dhe, para se të hynin, i përqafoi të dyja shpejt. Ishte një përqafim i shkurtër, por i ngarkuar me kuptim. Për Elenën, ishte hera e parë pas vitesh që ndjeu një mbështetje që nuk vinte vetëm nga vetja. Për Kiarën, ishte ndjenja se ndoshta bota nuk ishte aq e pamëshirshme sa dukej. Dhe për Markun, ishte hapi i parë për të dalë nga burgu emocional që kishte ndërtuar për veten. Gjatë kthimit në shtëpi, Kiara nuk ndalonte së foluri. E emocionuar nga mundësitë, nga ndryshimi që po afrohej. Elena dëgjonte në heshtje, me një buzëqeshje të vogël në buzë, por me zemër të shtrënguar nga frika. Frikë se ishte shumë mirë për të qenë e vërtetë. Frikë se mos lidhej dhe humbiste. Frikë se mos nuk ishte mjaftueshëm e mirë. Por për Kiarën, për atë dritë në sytë e vajzës, ajo do të provonte. Do të provonte me të gjithë forcën që kishte. Dhe ndërsa makina kalonte qytetin duke u kthyer në apartamentin e errët që së shpejti do të kishte dritë përsëri, Elena bëri një lutje të heshtur për çdo që po dëgjonte. Kërkoi guxim për të pranuar ndihmën që po i ofrohej. Kërkoi forcë për të mos zhgënjur ata që besonin tek ajo. Dhe kërkoi, mbi të gjitha, që ai ndryshim të ishte fillimi i diçkaje të mirë, jo vetëm një shpresë tjetër që do t'i hiqej me dhunë nga duart. Java e parë e Elenës si asistente personale e Markut ishte një rrugë me ulje ngritje emocionesh që ajo mezi arrinte t'i përpunonte. Zyra ndodhej në një nga ndërtesat më moderne të Tiranës, e gjitha prej xhami dhe çeliku, me pamje panoramike të qytetit. Kur ajo hyri ditën e parë, e veshur me rrobat më formale që kishte dhe megjithatë ndihej e zhvendosur, u prit nga Luka, i cili punonte në departamentin e teknologjisë së kompanisë. Luka kaloi orë të tëra duke shpjeguar sistemet, duke treguar si funksiononte agjenda digjitale, sistemi i emaileve, videokonferencat. Ishte aq shumë informacion sa Elena ndjente kokën t'i rrotullohej. Ajo që mezi dinte të përdorte celularin për te funksioneve bazike, papritmas duhej të navigonte nëpër programe komplekse dhe të kuptonte terma në anglisht që nuk i kishte dëgjuar kurrë më parë. Por ajo nuk hiqte dorë. Mbante gjithmonë një fletore të vogël në xhep, shënonte gjithçka, bënte pyetje kur nuk kuptonte, shkonte në shtëpi dhe studionte në celular termat që nuk i njihte. Kiara e ndihmonte, të dyja të ulura në tavolinën e kuzhinës që tani ishte mirë e ndriçuar, fatura e dritave më në fund e paguar.
Qeshnin së bashku kur Elena ngatëronte termat teknik, por Kiara shite përpjekjen e nënës me një admirim që rritej çdo ditë. Marku ishte i durueshëm, më shumë nga sa priste Elena. Kur ajo bënte gabime dhe bënte shumë, ai shpjegonte përsëri pa irritim. Tregone gjërat sa herë që ishte e nevojshme. Kishte një mirësi tek ai që kontrastonte me seriozitetin që tregonte në takimet e biznesit. Elena filloi të kuptonte se Marku ishte dy persona, si përmarrësi i pamëshirshëm që të gjithë shihnin dhe burri i humbur që ai e fshinte nga bota. Në fund të javës së dytë, Elena tashmë kishte një rutinë të vendosur. Vinte herët, organizonte agjendën e ditës, ndante dokumente të rëndësishme, përgjigjej në telefon. Pak nga pak, filloi të kuptonte se kishte aftësi për këtë. Përvoja e saj në organizimin e një shtëpie me burime minimale përkthehej mirë në organizimin e jetës kaotike të një sipërmarrësi. Ajo parashikonte nevoja, parandalonte probleme, mbante gjithçka në funksionim të qetë. Ishte në fillim të muajit të dytë kur gjithçka gati u shem. Kishte një takim thelbësor me investitor japonez që vinin posaçërisht për të njohur projektin e ri të kompanisë. Ishin njerëz të rëndësishëm që mund të injektonin miliona në biznes. Marku e kishte përmendur takimin disa herë dhe Elena ishte absolutisht e sigurt se e kishte shënuar në agjendë. Por kur ajo arriti atë mëngjes dhe hapi sistemin, ndjeu gjakun t'i ngrihej në vena. Takimi nuk ishte caktuar. Dhe ishte sot, pas 2 orësh. Në një farë mënyre, në një moment, ajo kishte harruar ta konfirmonte në sistem. Salla e takimeve nuk ishte rezervuar. Dokumentet e nevojshme nuk ishin përgatitur. Përkthyesi nuk ishte thirrur. Ishte një katastrofë e plotë dhe faji ishte tërësisht i saj. Elena mbeti e paralizuar për disa sekonda, paniku duke e pushtuar. Mendoi të ikte, të largohej thjesht nga aty dhe të mos kthehej kurrë më. Por pastaj mendoi për Kiarën, për dritën që kishin arritur të ndiznin përsëri, për shkollën më të mirë ku vajza tani studionte, për orët e teatrit që ajo kishte ëndërruar aq shumë. Nuk mund të hiqte dorë. Jo kështu. Vrapoi drejt zyrës së Markut, duke trokitur në derë para se të hynte pa pritur përgjigje. Ai ishte në telefon, por kur pa shprehjen e Elenës, e mbylli menjëherë. Çfarë ndodhi? Pyeti ai, duke u ngritur tashmë. Takimi me japonezët, tha Elena, zëri i saj duke dridhur. Harrova ta caktoja. Ata mbërrin pas 2 orësh dhe nuk kemi asgjë të përgatitur. Marku, më vjen shumë keq, nuk e di si ndodhi, mendova se e kisha vënë në agjendë, por fjalët dilnin të ndërprera, sytë e Elenës digjnin me lodh që ajo luftonte t'i përmbante. Marku mbeti shumë i qetë për një moment që dukej se zgjati një përjetësi. Elena shite karrierën e saj të përfundonte para se të fillonte, shite zhgënjimin në sytë e tij, shite Kiarën duke u kthyer në shkollën e vjetër, në apartamentin e errët, në jetën e privacioneve. Por Marku nuk bërtiti. Nuk e pushoi nga puna aty për aty, siç priste ajo. Ai mori frym thellë, kaloi dorën nëpër fytyrë dhe tha, me një qetësi befasuese. Kemi 2 orë. Mund ta zgjidhim këtë. Thirr Viktorin, thuaj se është emergjencë. Ai njeh një përkthyes që mund të jetë i disponueshëm. Pastaj thirr hotelin ku janë akomoduar, konfirmo që ata do të vinë vërtet. Unë do të përgatis dokumentet dhe do të gjej një sallë. Do ta bëjmë të funksionoj. Elena e pa, e habitur. Nuk do të më pushosh nga puna? Do të pushoj nga puna dik që po mëson dhe do të mësoj nga gabimi, pyeti Marku, duke lëvizur tashmë në kompjuter. Do të ishte një humbje. Tani le të shkojmë, nuk kemi kohë për të humbur. 2 orët në vijim ishin një turbullir. Elena bëri thirrjet që i duheshin, zëri i saj duke fituar qëndrueshmëri ndërsa gjërat po vendoseshin. Luka arriti të lironte sallën kryesore të takimeve, duke anuluar një takim tjetër më pak të rëndësishëm. Viktori solli përkthyesin. Marku printoi dokumentet në kohë rekord. Kur japonezët mbërritën, u pritën nga një ekip në dukje i qetë dhe i organizuar, pa asnjë shenjë të kaosit që kishte qenë ai mëngjes. Takimi ishte një sukses. Investitorët u larguan të impresionuar nga prezantimi, nga qartësia e projektit, nga profesionalizmi i ekipit. Nënshkruan një marrëveshje fillestare dhe premtuan të ktheheshin për të finalizuar detajet. Kur dolën, Marku më në fund i lejoi vetes të relaksojë, duke nxjerrë një pëshertim të gjallë. Elena ishte ulur në tavolinën e saj, duart ende duke dridhur nga adrenalina.
Marku u afrua dhe u ul në karrigen pranë saj. Ajo e pa, duke pritur qortimin që ishte shtyr bisedën për paftësinë e saj, përsi ajo nuk ishte e përshtatshme për atë pozicion. Elena, filloi Marku, dhe ajo u përgatit për më të keqen. Ti bëre një gabim të rëndë sot. Mund t'i kishte kushtuar shumë kompanisë. Ajo pohoi, lotët më në fund duke i shpëtuar. E di. Më vjen keq, unë. Por, vazhdoi ai duke e ndërprer butësisht. Ti tregove edhe diçka më të rëndësishme. Kur e kuptove gabimin, nuk u largove. Erdhe tek unë, more përgjegjësinë dhe pastaj punove si e çmendur për ta rregulluar. Kjo vlen më shumë se sa të mos bësh kur gabime. Elena fshiu lotët e hutuar. Atëherë nuk do të më pushosh nga puna? Vetëm nëse ti do të largohesh, u përgjigj Marku me një gjysmë buzëqeshje. Por unë do të preferoja të qëndroje. Po ja del më mirë nga sa mendon. Atë natë, Elena arriti në shtëpi e lodhur, por me një peshë më pak në supe. I tregoi gjithçka Kiarës, e cila e përqafoi fort. Jam krenare për ty, nën, tha vajza, dhe Elena ndjeu se të gjitha vështirësitë ia vlenin vetëm për të dëgjuar ato fjalë. Me pagën e parë të plot, Elena bëri atë që kishte planifikuar për javësh. Paguaj qiran e prapambetur, bleu mobilje të përdorura, por në gjendje të mirë për të zëvendësuar ato që po shkatëroheshin, mbushi frigoriferin me ushqim të vërtetë. Por ajo që e emocionoi më shumë ishte aftësia për të paguar orët e teatrit që Kiara i dëshironte aq shumë. Shkolla e teatrit ndodhej në një lagje më të mirë të qytetit dhe Kiara shkonte 3 herë në javë pas orëve të rregullta. Elena e çonte dhe priste në recepcion, duke përdorur kohën për të studiuar më shumë për punën e saj, për t'u përgatitur më mirë. Shihte të bien të dilte rrezatuese nga çdo orë, duke komentuar e emocionuar për skenat që kishin provuar, për personazhet që kishte interpretuar. Ishte në këtë kohë gjithashtu që Elena regjistroi Kiarën në një shkollë më të mirë, më afër qendrës, ku Marku kishte siguruar një bursë të pjesshme përmes kontakteve. Dallimi në cilësi ishte i madh. Mësues më të angazhuar, bibliotekë mirë e pajisur, laborator funksional. Kiara ishte në parajs. Por parajsa ka kurthet e veta. Shkolla e re ishte në një lagje të klasës së mesme të lartë. Shumica e nxënësve vinin nga familje të mirë vendosura, vishnin rroba me markë, kishin celularët më të rinj. Kiara, me uniformën e saj të pastër por dukshëm të vjetër, me çantën e saj të riparuar, dalloi për të gjitha arsyet e gabuara. Në fillim, ajo u përpoq të injoronte shikimet, përshpëritjet që ndaleshin kur ajo afrohej. U përqendrua në studime, në orët e teatrit, në faktin se po kishte mundësi që nuk i kishte imagjinuar kurrë. Por adoleshentët mund të jenë mizor në mënyra që të rriturit ndonjëherë harrojnë. Kishte një vajzë në veçanti, Fiona, bia e një sipërmarrësi të njohur, e cila dukej se e kishte bërë Kiarën projektin e saj personal të poshtërimit. Filloi me komente delikate për rrobat e Kiarës, për atletet e saj pa marrë. Pastaj kaloi duke imituar në kohën e drekës, duke egzageruar mënyrën si hante, sikur të ishte gjithmonë shumë e uritur. Kiara duroi në heshtje për javë të tëra, duke mos dashur të shqetësonte nënën që tashmë kishte aq shumë për t'u marrë. Por një ditë, kur ishte në dhomën e zhveshjes duke ndëruar rroba për orën e edukimit fizik, Fiona hyri me shoqet e saj. Pan sytjenat e thjeshta të Kiarës, brekët me një vrim të vogël që ajo nuk e kishte vënë re, dhe filluan të qeshin. Varfëria nuk është ngjitse, tha Fiona me zë të lartë, që të gjithë ta dëgjonin. Por as nuk ka kuptim të shtiresh se je ajo që nuk je. Bursistja do të jetë gjithmonë bursiste. Kiara ndjeu diçka të thyej brenda saj. Nuk ishin fjalët në vetvete, por pesha e akumuluar e javëve duke qenë e ndryshmja, e çuditshmja, ajo që nuk i përkiste. Ajo u vesh shpejt dhe doli nga dhoma e zhveshjes me sytë që i digjinin, por pa derdhur asnjë lodh. Nuk do t'u jepte atyre atë kënaqësi. Por kur arriti në shtëpi atë ditë, hyri në dhomë dhe më në fund qau. Qau për poshtërimin, për ndjenjen e të mos i përkitur askund. Ishte shumë e mirë për botën nga vinte, por nuk do të ishte kurrë mjaftueshëm e mirë për botën ku po përpiqej të hynte. Elena e gjeti të bien kështu, të mbledhur në shtrat, duke qarë me fytyrën të futur në jastëk. Zemra e Elenës u copëtua kur pa të bien në atë gjendje. U ul në shtrat dhe e tërhoqi Kiarën në prehër, siç bënte kur ajo ishte e vogël. Tregoja nënës, tha ajo butësisht. Çfarë ndodhi? Kiara tregoi gjithçka.
poshtërimet, shikimet, ndjenjen e vazhdueshme të qenit e gjykuar dhe e konsideruar inferiore. Dhe pastaj, mes lotëve, tha diçka që e shpoi Elenën si një thik. Nën, dua të kthehem në shkollën e vjetër. Të paktën atje isha normale. Atje askush nuk më shite si kur të isha e ndotur. Elena mbajti fytyrën e vajzës në duar duke e detyruar ta shite në sy. Dëgjo mirë atë që do të them, Kiara. Ti nuk je e ndotur. Ti nuk je inferiore. Ti je një vajzë që është rritur me më pak burime, por kjo nuk përcakton kush je. Mos i lër ato vajza të bëjnë të ndihesh më pak se sa vlen. Por nën, unë nuk i përkas atje. Bëhet e qartë sa herë që hap gojen, sa herë që dikush sheh rrobat e mia. E çfarë pastaj, tha Elena me një intensitet që i befasoi të dyja. Kush tha se duhet të përshtatesh në mënyrë perfekte për të pasur të drejtën të jesh diku? Ti ke po aq të drejtë sa cila do prej tyre të marrë një arsim cilësor, të ndjek ëndrat e tua. Mos i lër të thonë të kundërtën. Por Kiara tundi kokën, e pa bindur. Fjalët e nënës ishin të bukura, por nuk ndryshonin realitetin e asaj si ndihej çdo ditë kur hynte në atë shkollë. Nuk ndryshonin ndjenjen e të qenit një peshk jashtë ujit, duke u mbytur në një ambient që nuk ishte bërë kurrë për njerëz si ajo. Atë natë, Elena mezi fjeti. Qëndroi zgjuar duke parë tavanin, duke menduar për mënyra për të ndihmuar të bien, për ta mbrojtur nga një mizori që ajo e njihte shumë mirë. Ju kujtuan herët kur ishte trajtuar si e padukshme në shtëpitë ku kishte punuar, zonjat që flisnin për të në veten e tretë sikur ajo të mos ishte aty. E dinte saktësisht çfarë po ndjente Kiara, dhe kjo e bënte gjithçka edhe më të dhimbshme. Në mëngjesin tjetër, në punë, Marku vuri re se Elena ishte ndryshe. Më e qetë, me radhë të thellë nën sy. Kur e pyeti nëse ishte gjithçka në rregull, ajo hezitoi para se të tregonte për Kiarën, për ngacmimet në shkollë, për krizën e vetvlerësimit të vajzës. Marku dëgjoi në heshtje, dhe Elena mund të shihte diçka që ndryshonte në shprehjen e tij. Kishte zemërim aty, por edhe një kuptim të thellë. Ai e dinte çfarë ishte të gjykoheshe nga vendi nga vinte, i kujtoheshin shumë mirë vitet e para duke ndërtuar biznesin e tij, kur njerëzit shihnin rrobat e tij të lira dhe i përqeshnin idetë e tij. A mund të flas me Kiarën? Pyeti ai më në fund. Jo për ta zgjidhur problemin për të, por ndoshta për ta ndihmuar të shohë gjërat nga një kënd tjetër. Elena pranoi, mirënjohëse për çdo ndihmë. Atë fundjavë, Marku i ftoi të dyja për darkë në shtëpinë e tij. Ishte hera e parë që vizitonin apartamentin e tij dhe të dyja ishin pak të intimiduara nga madhështia e vendit. Por Marku i priti me të njëjtën thjeshtësi si gjithmonë, duke i udhëhequr drejt dhomës së madhe me pamje nga qyteti i ndriçuar. Dhe ishte aty që Elena pa. Varur në murin kryesor, pikërisht në qendër, në një kornizë të thjeshtë por elegante, ishte peceta me vizatimin e Kiarës nga nata e parë në piceri. Ajo ndaloi, dora duke shkuar pa dashje në gjoks. E ruajte, përshpëriti ajo, e emocionuar. Marku ndoqi shikimin e saj dhe buzëqeshi. Sigurisht që e ruajta. Është një nga pasuritë e mia më të çmuara. Sa herë që e shoh, më kujtohet ajo që vërtet ka rëndësi. Më kujtohet se lidhjet njerëzore të vërteta janë më të rralla dhe më të çmuara se çdo biznes i suksesshëm. Kiara gjithashtu pa pecetën, e befasuar. Ajo as nuk e mbante mend mirë që e kishte bërë, kishte qenë thjesht një vizatim i rastësishëm. Por ja ku ishte, trajtuar si një vepër arti, në qendër të shtëpisë së një burri që mund të blinte çdo pikturë në boll. Gjatë darkës, Marku bisedoi me Kiarën për vështirësitë e saj në shkollë. Nuk mbajti predikime apo këshilla boshe. Në vend të kësaj, tregoi historitë e tij. Folli për kur filloi universitetin, duke qenë një nga të paktët studentë që punonte për të mbajtur veten, duke veshur rroba të dhuruara ndërsa kolegët e tij shfaqnin marka të shtrenjta. Folli për takime të rëndësishme ku ishte nënvlerësuar për shkak të origjinës së tij, për kontrata që gati i kishte humbur sepse nuk fliste në mënyrën e stërholluar që pritej prej tij. Dhe e di çfarë kuptova, Kiara, tha ai, duke u përkulur përpara, sytë e tij të fiksuar tek ajo. Kuptova se njerëzit që më gjykonin për rrobat ose origjinën time ishin pikërisht ata njerëz për të cilët nuk duhej të shqetësohesha. Ata që vërtet vlenin, shihnin përtej kësaj. Dhe më e rëndësishmja, mësova se nuk kisha nevojë për miratimin e tyre për të pasur vlerë. Por është e vështirë, u përgjigj Kiara me zë të ulët. Çdo ditë është e vështirë. E di, tha Marku me mirëkuptim të sinqertë.
Nuk do të gënjej dhe të them se bëhet e lehtë, por bëhet më e durueshme kur kujton kush je vërtet dhe çfarë vërtet ka rëndësi. Ti je në atë shkollë sepse je inteligjente, sepse ke potencial, sepse meriton të jesh aty po aq sa çdo person tjetër. Pjesa tjetër është thjesht zhurmë. Fjalët e Markut nuk i zgjidhen magjishëm problemet e Kiarës, por mbollën një farë. Në ditët në vijim, ajo filloi të ecte me kokën pak më lart në shkollë. Kur Fiona bënte komentet e saj, Kiara nuk përgjigjej, por as nuk tkurrej më. Kishte një vendosmëri të re tek ajo, një kuptim se problemi nuk ishte tek ajo, por tek njerëzit që e gjykonin për gjëra sipërfaqësore. Ngadalë, nxënës të tjerë filluan të vënë re Kiarën. Disa për mënyrën si ajo dallohej në orët e letërsisë, të tjerë për pjesëmarrjen e saj intensive në orët e teatrit të shkollës. Kishte një vajzë, Ana, e cila u ul pranë saj një ditë në mens dhe filloi një bisedë të sinqertë për një libër që të dyja po lexonin. Ana nuk interesoi për rrobat e Kiarës, nuk bënte pyetje ndërhyrëse për jetën e saj. Thjesht bisedonte, sikur të ishin vetëm dy adoleshente që kishin interesa të përbashkëta. Elena vëzhgonte ndryshimet të vajza e saj me një ndjenjë krenarie dhe lehtësimi. Shihte Kiarën duke buzëqeshur përsëri, duke u kthyer në vajzën e gëzuar që kishte qenë gjithmonë nën peshën e vështirësive. Dhe e dinte se shumë nga kjo i detyrohej Markut, mënyrës si ai kishte hyrë në jetët e tyre jo si një shpëtimtar, por si dikush që vërtet interesoi. Lidhja mes të treve thellohej çdo ditë. Marku filloi të darkonte me to çdo të premte, duke sjellë gjithmonë përbërës që të gatuanin së bashku. Elena zbuloi se ai ishte shumë i keq në kuzhinë, digjte edhe ujin, dhe ato qeshnin me përpjekjet e tij të ngathta për të ndihmuar. Por ishin momente lehtësie, të një normaliteti që mungonte prej kohësh në jetët e tyre. Ishte aty, në ato darka të thjeshta dhe plot të qeshura, që të tre gjenin diçka që nuk dinin se po e kërkonin. Për Markun, ishte ndjenja e familjes që nuk e kishte pasur që kur humbi Rozën. Për Elenën, ishte mbështetja dhe shoqëria që nuk e kishte provuar kurrë. Dhe për Kiarën, ishte figura atërore që kishte munguar gjithmonë, dikush që interesoi vërtet për të papritur asgjë në këmbim. Por si çdo histori e mirë, lumturia e gjetur duhej të përballej me demonët e saj. Dhe demonët e Markut ishin të vjetër, të thellë, dhe thjesht po prisnin momentin e duhur për t'u rishfaqur. Gjithçka filloi kur Alani, partneri i Markut që nga vitet e para të kompanisë, caktoi një takim privat. Alani Mullaj ishte një burr pragmatik, i numrave dhe rezultateve, që e shihte botën përmes fletëve të llogaritjes dhe analizave të riskut. Ai dhe Marku kishin ndërtuar perandorinë së bashku, por personalitetet e tyre ishin të kundërta. Ku Marku ishte intuitiv dhe emocional nën maskën profesionale, Alani ishte llogaritës dhe i ftohtë. Takimi ndodhi një mëngjes të hënë. Alani hyri në zyrën e Markut pa formalitetin e zakonshëm, duke mbyllur derën pas tij me një klikim përfundimtar. Duhet të flasim për Elenën, tha ai pa ndërmjetësime, duke u ulur pa u ftuar. Marku ngriti syt nga dokumentet që po rishikonte, një irritim i menjëhershëm duke u shfaqur. Çfarë ka Elena? Pyeti ai, zëri i tij më i ashpër nga sa kishte ndërmend. Alani hapi dosjen që kishte sjellë dhe shpërndau disa letra mbi tavolinë. A je i vetëdijshëm se ajo ka qenë shërbëtorja jote në të kaluarën? E po, e familjes tënde. Dhe tani është asistentja jote personale. A e sheh si kjo mund të duket problematike? Marku ndjeu zemërimin të ngjitej, por u detyrua të ruante qetësinë. Për kë, Alan? Elena është kompetente, punon më shumë se kushdo që kam pasur në këtë pozicion. Numrat e saj janë të patëmerë. Nuk është çështje kompetence, Marku, tha Alani, duke u përkulur përpara. Është çështje perceptimi. Është çështje rreziqesh ligjore të përfshirjes personale me një punonjëse. Ti po darkon me të çdo javë. Po paguan shkollën e vajzës së saj. Njerëzit do të fillojnë të flasin, nëse nuk kanë filluar tashmë. Dhe le të flasin, u përgjigj Marku, grushtat e tij duke u shtrënguar nën tavolinë. Nuk po ndodh asgjë e papërshtatshme. Unë po ndihmoj dikë që meriton ndihmë, dikë që punon fort. Alani pshërtiu duke kaluar dorën nëpër flokët e tij të thinjura. Shiko, e di që ke qëllime të mira. Por çfarë nëse shkon keq? Çfarë nëse ajo vendos të padis duke pretenduar ngacmim? Çfarë nëse dikush e interpreton keq të gjithë këtë situatë? Ti e ke ndërtuar këtë nga zeroja, Marku.
Nuk mund t'i rrezikosh të gjitha për shkak të një lidhje emocionale me një shërbëtore. Ajo nuk është një shërbëtore, tha Marku, zëri i tij i ulët por i ngarkuar me emocion të përmbajtur. Është një person. Një person i mirë që po përpiqet t'i jap një jetë më të mirë vajzës së saj. Dhe do të vazhdoj të jetë këtu. Alani studioi mikun e tij për një kohë të gjatë. Shihte diçka në sytë e Markut që e shqetësonte. Nuk ishte vetëm për Elenën dhe Kiarën. Ishte diçka më e thellë, diçka që Alani e kishte parë të shfaqej në muajt e fundit. Marku po lidhej, po hapej emocionalisht dhe në vizionin llogaritës të Alanit, kjo ishte e rrezikshme. Vetëm kujdes, tha Alani më në fund, duke mbledhur letrat e tij. Mos lejo që e kaluara të turbulloj gjykimin tënd për të tashmen. Kur Alani doli, Marku mbeti vetëm në zyrë, duke parë nga dritarja qytetin poshtë. Fjalët e partnerit jehoeshin në mendjen e tij, jo sepse ishte dakord me to, por sepse preknin një frikë që ai kishte provuar ta injoronte prej javësh. Frika e të lidhurit. Frika e humbjes përsëri. Atë natë, Marku anuloi darkën e së premtes. Dërgoi një mesazh duke thënë se kishte punë urgjente, gjë që ishte gënjeshtër. Mbeti vetëm në apartamentin e tij, duke parë pecetën e kornizuar, duke luftuar me emocionet që nuk dinte më si t'i përpunonte. Elena e mori mesazhin me një piçkim zhgënjimi që e befasoi nga intensiteti. Ishte mësuar me ato të premte, me lehtësinë që sillnin. Kiara ishte dukshëm e trishtuar, por u përpoq ta fshehë. Mirë, nën, tha ajo. Ai duhet të jetë vërtet i zënë. Por kur e njëjta gjë ndodhi të premten e ardhshme dhe pastaj në tjetrën, modeli u bë i qartë. Marku po largohej. Në punë, ai ishte i sjellshëm por i distancuar. Nuk fillonte më biseda personale, mbante gjithçka rreptësisht profesionale. Elena u përpoq disa herë të pyeste nëse ishte gjithçka në rregull, por ai e shmangte temën me justifikime të paqarta për stresin në punë. Kiara e ndjente ndryshimin në mënyrë edhe më të thellë. Marku ishte bërë një prani e vazhdueshme në jetën e saj, dikush tek i cili ajo kishte mësuar të besonte, të admironte. Dhe tani ai thjesht ishte zhdukur, pa shpjegim, pa lamtu mirë. Ishte sikur një derë ishte mbyllur pa pritmas, duke e lënë atë jashtë në të ftohtë. Elena u përpoq të mbante pamjen e normalitetit, por brenda ishte e hutuar dhe e lënduar. Rikalonte mendërisht gjithçka që kishte thënë ose bërë, duke kërkuar gabimin që mund të kishte shkaktuar largimin e Markut. Kishte qenë shumë mendje madhe? Kishte kaluar ndonjë kufi pa e kuptuar? Dyshimet e gërryenin, por ajo nuk mund të pyeste thjesht. Ai ishte shefi i saj, në fund të fundit, dhe ajo nuk mund të harronte këtë. Marku, nga ana e tij, po luftonte një betejë të brendshme që askush nuk e shite. Sa herë që shite Elenën në zyrë, shite Rozën. Sa herë që mendonte për Kiarën, i kujtohej sa shkatëruese ishte humbja e motrës. Frika ishte paralizuese. Frika e të lidhurit shumë dhe pastaj të hiqeshin të gjitha përsëri, frika e përsëritjes së dhimbjes që gati e shkatërroi dekada më parë. Ai filloi të punonte deri më vonë, duke shmangur kthimin në shtëpi ku peceta e kornizuar i kujtonte atë që po humbiste. U zhyt në projekte të reja, mbushi agjendën me takime të panevojshme, bëri çdo gjë për të mos u përballur me ndjenjat që rriteshin brenda tij pavarësisht nga të gjitha përpjekjet për t'i shtypur. Viktori dhe Luka vërejtën ndryshimin. U përpoqën të bisedonin me Markun, por ai ndërtoi mure aq të larta sa që as miqt më të vjetër nuk arrinin t'i kapërcenin. Ai po e bën përsëri, i tha Viktori Lukës një ditë, pas një tjetër përpjekjeje të dështuar për bisedë. Po mbyllet siç bëri pas Rozës. Ishte një mbrëmje e sënjtes, 3 javë pasi Marku kishte filluar të largohej, që Kiara mori një vendim. Ishte shtrirë në shtrat duke parë pecetën që e kishte futur përsëri në sirtar bashkë me thesaret e tjera, kur kuptoi çfarë duhej të bënte. U ngrit, mori një letër dhe një stilolaps dhe filloi të shkruante. Letra doli nga zemra, e papërpunuar dhe e sinqert në mënyrën si vetëm adoleshentët mund të jenë. Kiara shkroi për si Marku kishte hyrë në jetët e tyre kur ato kishin më shumë nevojë, për si ai kishte dhënë asaj jo vetëm mundësi materiale, por diçka shumë më të vlefshme. I kishte dhënë shpresë. Kishte treguar se bota mund të ishte e sjellshme, se njerëzit mund të interesoheshin pa pritur asgjë në këmbim. Shkroi për netët e së premtes, për si për herë të parë në jetë kishte ndjerë çfarë ishte të kishte një familje të plotë, edhe pse nuk ishte tradicionale.
Shkroi për frikën që ndjente tani, frikën se gjithçka kishte qenë e përkohshme, një iluzion i bukur që po shpërbëhej. Dhe në fund të letrës, me sinqeritetin brutal të rinis, Kiara shkroi: "Ti na mësove se është e mundur të kemi shpresë. Por tani po na mëson të kundërtën. Po na mëson se nuk mund të besojmë kur gjërat bëhen të mira, sepse do të na hiqen pa shpjegim. Për herë të parë në jetë, unë u ndjeva pjesë e diçkaje më të madhe se sa vetëm unë dhe nëna ime që luftonim për të mbijetuar. Mungesa jote nuk është vetëm një mungesë. Është si të fikësh dritën përsëri, si të kthehesh në atë apartament të errët ku nuk guxonim të ëndërronim se gjërat mund të ishin ndryshe." Në mëngjesin tjetër, para se t'i dështonte guximi, Kiara ia dha letrën Elenës për ta çuar në punë. "Jepja atij, nën", i kërkoi ajo. "Ju lutem. Duhet që ai ta di." Elena mori letrën me duar të dridhura. E dinte se po kalonte kufit profesional, por shite dhimbjen në sytë e vajzës dhe nuk mund të refuzonte. Në punë, priti momentin e duhur. Kur Marku ishte vetëm në zyrën e tij, ajo trokiti në derë, hyri dhe thjesht vendosi letrën mbi tavolinën e tij. "Është nga Kiara", tha ajo thjesht, dhe doli para se ai të mund të përgjigjej. Marku pa zarfin për minuta të gjata para se ta hapte. Kur më në fund e bëri, fjalët e Kiarës e goditën si grushte të një pasnjëshme në stomak. Çdo fjali ishte një e vërtetë që ai kishte provuar ta injoronte, çdo paragraf një pasqyrë që tregonte realitetin e asaj që po shkaktonte frika e tij. Kur arriti në fund, veçanërisht në pjesën për fikjen e dritës përsëri, Marku ndjeu diçka të thyej brenda tij. Lotë që nuk i kishte derdhur prej dekadash filluan t'i rridhnin në përfytyrë pa mundur t'i kontrollonte. Lot për Rozën, e cila nuk mundi kur të rritej. Lot për Elenën dhe Kiarën, të cilat ai po i lëndonte për shkak të frikave të tij. Lot për veten, për të gjitha vitet që i kishte shpërdoruar duke u mbyllur ndaj botës, duke ndërtuar mure në vend të urave. Qëndroi aty vetëm në zyrën e tij, duke qarë në një mënyrë që nuk kishte qarë që kur ishte adoleshent. Dhe në mes të lotëve, pati një qartësi të dhimbshme por të nevojshme. Kishte dy zgjedhje. Mund të vazhdonte të jetonte me frikë, duke u mbrojtur nga mundësia e humbjes, por edhe duke garantuar një jetë të zbrazët dhe të vetmuar. Ose mund të pranonte rrezikun, të hapej ndaj mundësisë së dhimbjes, por edhe ndaj sigurisë së dashurisë dhe lidhjes. Mendoi për Rozën, për si ajo do të ishte trishtuar duke e parë atë të shpërdoronte jetën e tij për shkak të zis. Roza, e cila gjithmonë shihte më të mirën të njerëzit, e cila donte pa rezerva edhe duke ditur se koha është gjithmonë e pasigurt. Ajo nuk do të donte të dinte se largimi i saj e kishte kthyer Markun në dikë që kishte frikë të jetonte. Atë pasdite, Marku doli më herët nga puna për herë të parë pas vitesh. Shkoi drejt në një luleshitse dhe bleu lule të thjeshta, margareta të bardha që kushtonin një fraksion të asaj që fitonte ai në një sekond, por që e dinte se Elenës do t'i pëlqenin. Kaloi në një dyqan lodrash dhe bleu materiale arti për Kiarën, ngjyra dhe penela cilësore që ajo mund t'i përdorte për krijimet e saj. Kur arriti te ndërtesa ku jetonin Elena dhe Kiara, ngjiti 4 kate të shkallëve me zemër që i rrite fort. Trokiti në derë pa e provuar çfarë do të thoshte, pa pasur një plan. Dera u hap dhe aty ishte Elena, e befasuar kur e pa aty, në korridorin e ndërtesës modeste që kontrastonte aq shumë me vendet luksoze që ai frekuentonte. "E lexova letrën", tha Marku, zëri i tij i mbytur. "Dhe Kiara ka të drejtë. Për gjithçka." Ai zgjati lulet, një gjest i thjesht por i ngarkuar me kuptim. "Më vjen keq që u largova. Më vjen keq që i lash frikat e mia të flisnin më shumë se ndjenjat e mia." Elena mori lulet me duar të dridhura, sytë e saj tashmë të përlotur. Kiara u shfaq pas nënës dhe kur pa Markun aty, me një shprehje vulnerabiliteti që nuk e kishte parë kur tek ai, vrapoi për ta përqafuar. Marku e përqafoi përsëri, duke e shtrënguar fort, duke e lënë të ndjente se ai ishte vërtet aty, i pranishëm, jo vetëm fizikisht. U ulën në divanin e vogël të dhomës së ndenjes, njëri pranë tjetrit. Dhe aty, në atë apartament modest që tani kishte dritë por ishte ende i përulur në krahasim me atë që Marku ishte mësuar, ai më në fund hapi zemrën e tij plotësisht. Tregoi për Rozën, jo vetëm për largimin e saj, por për kush ishte ajo. Për ëndrat që kishte, për si donte të bëhej mjeke dhe të kujdesej për të gjithë. Për si e qeshura e saj mbushonte shtëpinë, për si ajo ishte guximtare dhe e sjellshme në pjesë të barabarta.
Tregoi për ditën që gjithçka ndryshoi, për si ai e kishte fajsuar veten për vite, duke ndjerë se duhej ta kishte mbrojtur disi. Tregoi për si ndërtoi kompaninë e tij jo vetëm nga ambicia, por si një formë arratisjeje. Nëse punonte mjaftueshëm, nëse përqendrohej vetëm në rezultate të prekshme, nuk kishte nevojë të përballej me dhimbjen që mbante. Ndërtoi një perandori, por me koston e humanitetit të tij. Dhe pastaj tregoi për atë natë në piceri, për si të shije Kiarën duke ndarë picën me Elenën, kishte thyer diçka brenda tij. Kishte qenë si të shite Rozën përsëri, atë bujarit të pastër që nuk llogarit, që vetëm do dhe kjo e trembi po aq sa e preku. Kam aq shumë frikë, pranoi ai, zëri i tij duke u thyer. Frikë se mos lidhem dhe humbas përsëri. Frikë se nëse ju lë të hyni plotësisht në jetën time, diçka do të ndodhë për t'ju hequr nga unë. Dhe nuk e di nëse do t'i mbjetoja kësaj përsëri. Elena i mori dorën, duke e shtrënguar fort. Askush nuk mund të garantoj të ardhmen, Marku, tha ajo butësisht. Askush nuk mund të premtoj se nuk do të ketë dhimbje. Por mund të them se një jetë e jetuar me frikë nuk është jetë e vërtetë. Është vetëm ekzistencë dhe ti meriton më shumë se kaq. Roza do të donte që ti të kishe më shumë se kaq. Kiara u ngjesh në anën tjetër të tij, duke mbështetur kokën në shpatullën e tij. Nuk do të na humbasësh, tha ajo me sigurinë e patundshme të rinisë. Jemi këtu. Dhe do të vazhdojmë të jemi këtu. Marku pa ato dy gra që kishin hyrë në jetën e tij nga një rastësi e pamundur dhe që tani ishin thelbësore për të sa frymëmarrja. Pa Elenën, të fortë dhe elastike pavarësisht të gjitha vështirësive, me një mençuri që vinte nga përballja me botën drejt për drejt. Pa Kiarën, të re dhe plot ëndra, por me një pjekuri që e bënte të kuptonte gjëra që shumë të rritur nuk arrinin. Dhe për herë të parë pas dekadash, Marku i lejoi vetes të besonte se ndoshta mund ta kishte këtë. Një familje, edhe pse jo tradicionale. Një lidhje, edhe pse e lindur nga rrethana të pamundura. Dashuri, edhe pse vinte bashkë me rrezikun e pashmangshëm të humbjes. Qëndruan aty për orë të tëra, duke biseduar për gjithçka dhe asgjë. Marku tregoi histori të Rozës që nuk i kishte ndarë kurrë me askën. Elena foli për vitet e para duke rritur Kiarën vetëm, për momente që ishin të vështira, por edhe plot gëzime të vogla. Kiara tregoi vizatimet e saj të fundit, krijime që i kishte bërë në orët e artit në shkollë. Kur Marku më në fund u ngrit për të ikur, kishte kaluar mesnata. Te dera, ai u kthye për t'i parë të dyja. Të premten, tha ai. Do të bëjmë picë së bashku. Nga fillimi. Do të gabojmë recetën, do të bëjmë rëmuj dhe do të krijojmë kujtime. Çfarë thoni? Kiara gati kërceu nga gëzimi dhe madje edhe Elena, gjithmonë më e përmbajtur, nuk mundi të fshej një buzëqeshje të madhe. Është një takim, tha ajo. Marku zbriti shkallët me një peshë më pak në supe. E dinte se udhëtimi nuk kishte mbaruar, se ende do të duhej të përballej me frikat dhe pasiguritë e tij. Por për herë të parë pas shumë kohësh, ndjente se nuk ishte vetëm në këtë luftë. Kishte Elenën dhe Kiarën në krah, dhe kjo bënte gjithë ndryshimin. Në makinë, duke u kthyer në apartamentin e tij luksos por të zbrazët, Marku mori celularin dhe shkroi një mesazh për Alanin. I kuptoj shqetësimet e tua, por Elena qëndron. Dhe nëse ka pasoja, do të merrem me to disa gjëra ja vlen rrezikut. Nuk priti përgjigje. E dinte se Alani nuk do ta kuptonte, jo vërtet. Por nuk kishte rëndësi. Marku kishte kaluar shumë kohë duke jetuar sipas pritshmërive dhe frikave të tjerëve. Ishte koha të jetonte sipas vlerave të tij, edhe nëse kjo nënkuptonte vulnerabilitet. Kur arriti në shtëpi dhe pa pecetën e kornizuar, e pa me sy të rinj. Nuk ishte vetëm një vizatim i trashë në një letër të lirë. Ishte një simbol i diçkaje shumë më të madhe. Ishte prova se bukuria dhe kuptimi mund të lindin nga vendet më të pamundura, nga lidhjet më të papritura. Ishte prova se jeta, e vërtet dhe e plot, ishte në dispozicion të atij që kishte guximin të arrinte, edhe me duar të dridhura dhe zemër të frikësuar. Dhe Marku ishte gati të ishte përsëri guximtar. E premtja erdhi me një pritshmëri që mbushte ajrin si elektricitet para një stuhie. Elena doli nga puna më herët me leje nga vetë Marku dhe kaloi në treg për të blerë përbërësit që ai kishte listuar. Domate të freskëta, djath cilësor, miell special, maja. Ishin artikuj që ajo rralli blinte, luks që buxheti i saj i mëparshëm nuk ja lejonte, por që tani, me pagën e denjë që merrte, mund t'i konsideronte.
Kiara kishte orë teatri, por doli me vrap sapo mbaroi, duke marrë 2 autobusa për të arritur në shtëpi në kohë. Gjeti nënën në kuzhinë duke organizuar tashmë përbërësit dhe së bashku filluan të përgatisnin ambientin. Pastruan tavolinën, larguan karriget për të pasur më shumë hapësirë, vendosën një mbulesë tavoline të pastër. Kishte një energji feste në ajër, një ndjenjë se ajo natë do të ishte e veçantë. Marku arriti pikërisht në orën 7, duke mbajtur çanta me pije freskuese, ëmbëlsira dhe një përparse qesharake që kishte blerë posaçërisht për rastin. Përparsja kishte shkruar shef kuzhine në trajnim me shkronja të mëdha, dhe kur ai e veshi, Elena dhe Kiara shpërthyen në të qeshura. Ai dukej absolutisht i zhvendosur aty, aq elegant dhe i sofistikuar edhe me rroba të rastësishme, duke veshur atë përparse të çuditshme. Le të shohim nëse arri të mos e djeg apartamentin, bëri shaka Marku, duke lidhur përparsen. Mos vini bast për aftësitë e mia të gatimit, sepse do të humbni para. Premtimi i katastrofës nuk ishte bosh. Marku ishte vërtet shumë i keq në kuzhinë. Arriti të derte miell kudo, përfshirë në flokët e tij. Ngatëroi kripën me sheqerin dhe gati shkatëroi brumin. Prit domatet në copa aq të parregullta saqë më shumë ngjanin me një vepër arti abstrakte se sa me përbërës. Elena dhe Kiara qeshnin aq shumë saqë kishin lot në sy, dhe vetë Marku qeshte me veten, pa asnjë gjurmë të seriozitetit që normalisht mbante. Në një moment, ndërsa Marku luftonte për të hapur kutinë e salcës së domateve dhe Elena përpiqej të shpëtonte brumin që ai e kishte zënë shumë, Kiara mori celularin dhe bëri një foto. Kapi atë moment në mënyrë të përsosur, të tre të mbuluar me miell, duke qeshur, plotësisht të lirshëm me njëri tjetrin. Ishte një foto e thjeshtë, pa filtra apo poza të inskenuara, por që kapte diçka thellësisht të vërtetë. Pica, kur më në fund u bë gati, ishte një krijesë e çuditshme. Brumi ishte i parregullt, pjesërisht shumë i hollë dhe pjesërisht shumë i trashë. Djathi ishte shkrirë në mënyrë të pabarabartë. Domatet ishin shpërndarë në mënyrë kaotike. Por kur e nxorën nga furra dhe aroma mbushi apartamentin e vogël, të gjithë ranë dakord se ishte pica më e bukur që kishin parë ndonjëherë. U ulën në dyshemen e dhomës së ndenjes, sepse tavolina ishte shumë e vogël dhe ndan picën direkt nga tava. Marku dogji gjuhën në copën e parë dhe bëri një fytyrë aq dramatike saqë Kiara gati u mbyt nga të qeshurat. Elena hëngri ngadalë, duke shijuar jo vetëm ushimin, por edhe momentin. Momenti i thjeshtësisë dhe gëzimit të pastër që rrallë e kishte provuar në jetë. Pas picës, qëndruan aty duke biseduar. Marku tregoi histori të viteve të tij të para në biznes, të takimeve që kishin shkuar keq në mënyra qesharake, të investitorëve ekscentrik që gati e kishin bërë të hiqte dorë. Elena ndau kujtime të Kiarës së vogël, të gjërave qesharake që ajo thoshte, të momenteve që i bënin edhe ditët më të vështira të vlenin. Kiara, nga ana e saj, foli për orët e saj të teatrit. Sytë e saj shkëlqenin kur përshkruan të shfaqjen që po provonin, një klasik shqiptar i përshtatur, ku ajo kishte marrë një rol të vogël por domethënës. Do të bëj prezantimin tim të parë muajin tjetër, tha ajo, mezi duke përmbajtur entuziazmin. Do të mund të vini? Nuk do ta humbisja për asgjë, tha Marku menjëherë, me një bindje që bëri që zemra e Kiarës të ngrohej. Elena pranoi dhe Kiara kuptoi se për herë të parë në jetë do të kishte njerëz në publik që do të brohorisnin për të. Nuk do të ishte vetëm një fëmijë tjetër pa askënd për ta parë, siç kishte qenë në të gjitha prezantimet shkollore të mëparshme. Ndërsa nata përparonte, biseda natyrshëm u thellua. Marku, ende i dehur nga lehtësia e momentit, filloi të fliste për shtëpinë e tij. Jo apartamentin ku jetonte tani, por shtëpinë ku ishte rritur, atë shtëpi modeste në kopshtin e luleve ku Roza dhe ai kishin qenë fëmijë. E di, tha ai, duke parë tavanin sikur mund të shihte përmes tinjit të kaluar të largët, unë ikur nga ajo shtëpi sapo munda. Pasi Roza iku, nuk mund të isha më aty. Çdo cep më kujtonte atë. Kështu punova si i çmendur, fitova para, u zhvendosa sa më larg që munda. Mendova se po çlirohesha, por në të vërtetë thjesht po ikja. Elena e dëgjonte me vëmendje, duke kuptuar më mirë tani kompleksitetin e atij burri që kishte hyrë në jetët e tyre. A i e kthyer ndonjëherë atje? Pyeti ajo butësisht. Marku tundi kokën. Jo që kur u largova. Nuk kisha guxim. Nëna ime e shiti shtëpinë vite më parë, u zhvendos në një qytet tjetër. Nuk e di kush jeton atje tani. Ndoshta duhet ta vizitosh, sugjeroi Elena.
Jo domosdoshmërisht të hysh në shtëpi, por të kthehesh në lagje. Ndonjëherë përballja me të kaluarën është e vetmja mënyrë për të ecur vërtet përpara. Marku mendoi për këtë në heshtje. Kishte një mençuri në fjalët e Elenës që vinte nga përvoja personale, ai e dinte. Edhe ajo kishte të kaluarën e saj të komplikuar, dhimbjet e saj që kishte mësuar t'i mbante. Ndoshta, pranoi ai. Ndoshta është koha. Kiara kishte fjetur e mbështetur në divan, e lodhur nga java e gjallë. Marku dhe Elena e pan me butësi, atë adoleshente që kishte qenë katalizatori për të gjithë atë ndryshim në jetët e tyre. Marku u ngrit me kujdes, mori batanien që ishte palosur mbi koltuk dhe e mbuloi Kiarën me delikatesë. Elena e shoqëroi deri te dera kur ai më në fund vendosi të largohej. Ishte vonë, kishte kaluar mesnata dhe korridori i ndërtesës ishte në heshtje. Në pragun e derës, Marku hezitoi, sikur të kishte diçka tjetër që donte të thoshte, por nuk dinte si. Faleminderit, tha ai më në fund. Për këtë natë. Për gjithçka. Elena buzëqeshi, një shprehje e butë që ndriçoi fytyrën e saj të lodhur. Edhe ne faleminderit. Ti na ke dhënë shumë më tepër nga sa imagjinon. Kishte një moment heshtjeje të ngarkuar, ku të dy ndjen diçka të pathënë që rrinte në ajër mes tyre. Një lidhje që shkonte përtej mirënjohjes apo miqësisë, diçka më e thellë dhe më frikësuese. Por asnjëri prej tyre nuk ishte gati ta emërtonte atë ende. Marku zbriti shkallët ngadalë, duke menduar për natën që kishte kaluar. Për të qeshurat, për picën e bërë keq, për ndjenjen e përkatësisë që nuk e kishte provuar prej kaq shumë kohësh. Kur arriti në katin përdes dhe doli në rrugë, pa pas të ndërtesa modeste ku jetonin Elena dhe Kiara. Dhe kuptoi diçka që e goditi si një zbulim. Ai apartament i vogël dhe i thjesht kishte më shumë jetë, më shumë ngrohtësi, më shumë kuptim se sa apartamenti i tij luksos kishte pasur ndonjëherë. Nuk ishin mobiljet e shtrenjta apo pamja panoramike që e bënin një vend një shtëpi. Ishte prania e njerëzve që interesoheshin, që qeshnin së bashku, që ndanin jo vetëm hapësirën, por edhe jetët e tyre. Në ditët që pasuan, Marku mori një vendim. Filloi të kalonte më shumë kohë jashtë zyrës, duke deleguar detyra që më parë këmbëngulte t'i bënte vetë. Alani u ankua, sigurisht, duke thënë se Marku po humbiste fokusin. Por Marku më në fund kuptoi se puna ishte vetëm një pjesë e jetës, jo e gjithë jeta. Filloi të frekuentonte orët e teatrit të Kiarës, duke u ulur diskretisht në fund gjatë provave të hapura. Ta shite atë në skenë, duke u transformuar në një person tjetër, duke shprehur emocione me një liri që ai nuk ja kishte lejuar kur vetes, ishte njëkohësisht frymëzuese dhe poshtëruese. Ajo ishte 17 vjeç dhe ishte tashmë më guximtare emocionalisht se sa kishte qenë ai në të gjithë jetën e tij të rritur. Elena gjithashtu vuri re ndryshimet të Marku. Ai buzëqeshte më shumë, qeshte më lehtë, dukej më i lehtë. Në punë, ajo e shite atë të ndërvepronte me punonjësit në një mënyrë tjetër, më njerëzore, më të pranishme. Dhe ajo vërente gjithashtu si ai e shite atë ndonjëherë, kur mendonte se ajo nuk po e shite. Kishte diçka në atë shikim që e bënte zemrën e saj të rritej në një mënyrë që nuk e kishte provuar prej vitesh. Një të shtunë, Marku i ftoi për një shëtitje. Nuk tha ku po shkonin, thjesht u kërkoi të besonin tek ai. I mori me makinë herët dhe kur Elena njohu drejtimin që po merrnin, kuptoi. Ata po shkonin në kopshtin e luleve. Lagja kishte ndryshuar pak gjatë viteve, por kishte ruajtur thelbin. Rrugë me pemë, shtëpi modeste por të mirëmbajtura, fëmijë që luanin në trotuare. Marku drejtonte ngadalë, qartësisht duke kërkuar diçka specifike. Kur më në fund ndaloi makinën, ishim para një shtëpie që Elena e njohu menjëherë. Është këtu, tha Marku, zëri i ngjirur nga emocioni. Shtëpia e teze Anjezës. Shtëpia dukej më e vogël nga sa i kujtohej, siç ndodh shpesh kur kthehemi në vendet e fëmijërisë. Boja ishte ndryshe, kopshti i përparm ishte rinovuar, por struktura ishte e njëjtë. Marku qëndroi në makinë për një kohë të gjatë, thjesht duke parë, duke përpunuar kujtime që i kishte kyçur për aq shumë kohë. Elena i mori dorën pa thënë asgjë. Kuptoi se Marku duhej ta bënte këtë në ritmin e tij. Kiara, në sediljen e pasme, mbeti e qetë, duke kuptuar rëndësinë e atij momenti. Më në fund, Marku doli nga makina. Ecën deri para shtëpisë, qëndroi aty duke parë. Mund të shihte veten, vite më parë, një djalosh serioz ulur në shkallën e verandës me një libër në prerë.
Mund të shite Rozën duke vrapuar në përkopsht, duke qeshur, gjithmonë duke qeshur. Dhimbja erdhi, por nuk ishte më ajo dhimbje paralizuese. Ishte një dhimbje më e butë, e ngjyrosur me mall, por edhe me mirënjohje që kishte pasur ato momente. Elena dhe Kiara e arritën, duke qëndruar njëra në secilën anë të tij. Unë ulesha aty, tha Marku, duke treguar shkallën. Lexoja me orë ndërsa prisja nënën time të na merrte. Roza nuk mund të qëndronte e qetë, ajo eksploronte çdo cep të këtij kopshti. Dhe unë ulesha aty, tha Elena, duke treguar shkallët e hyrjes anësore që të çonin në kuzhinë. Duke pritur që nëna ime të mbaronte punën që të ktheheshim në shtëpi. Isha aq e vogël sa mezi e kujtoj, por e kujtoj këtë shtëpi, këtë veranë. Ishit aq afër njëri tjetrit, tha Kiara, e mahnitur. Kalojshit rrugët çdo javë dhe as nuk e dinin. Marku pa Elenën, e pa vërtet, dhe pa jo vetëm gruan e fortë që ajo ishte tani, por edhe vajzën që kishte qenë, ulur në ato shkallë, duke pritur për një jetë më të mirë. Dhe kuptoj se historitë e tyre ishin ndërthurur në mënyra që shkonin përtej koincidencës. Ishte sikur universi kishte përgatitur atë ribashkim gjatë gjithë asaj kohe. Faleminderit, i tha Elenës. Që më binde të vija këtu. Që më ndihmove të përballem me këtë. Elena buzëqeshi. Jemi një ekip, apo jo? I përballemi gjërave të vështira së bashku. Fjala ekip rezonoi te Marku në një mënyrë të thellë. Po, ata ishin një ekip. Më shumë se kaq, ishin një familje, edhe pse nuk ishin gati ta përdornin atë fjalë ende. Dhe familjet mbështesin njëra tjetrën, përballen me frikat së bashku, ndërtojnë të ardhmen nga të kaluarat të përbashkëta. Ndërsa ishin aty, para asaj shtëpie të ngarkuar me kujtime, dera u hap. Një grua e moshës së mesme doli, duke parë me kureshtje treshën e ndalur në trotuar. A mund të ndihmoj? Pyeti ajo, më shumë kureshtare se sa e shqetësuar. Marku u përparua, duke kërkuar falje për shqetësimin. Shpjegoi se ishte rritur duke frekuentuar atë shtëpi, se tezja e tij kishte qenë pronare e saj vite më parë. Gruaja, e cila u prezantua si Olivia, buzëqeshi me mirë kuptim. Oh, po, zonja Anjez, tha ajo. E bleva shtëpin prej saj rreth 15 vjet më parë. Ajo ishte një zonjë e mrekullueshme. Marku ndiu një piçkim kur dëgjoi kohën e kaluar. Vërtet, pyeti ai. A ajo tashmë? Jo, Olivia u shpejtua të sqaronte. Ajo është gjallë dhe mirë, u zhvendos në një qytet të brendshëm. Ndonjëherë ende shkruajmë letra. Ajo gjithmonë flet për këtë shtëpi me dashuri. Diçka u lehtësua në gjoksin e Markut. Të dinte se teze Anjes ishte mirë, se kishte pasur një jetë të mirë pasi shiti shtëpinë, e qetësoi një shqetësim që ai as nuk e dinte se e mbante. Olivia, me një gjest mirësie që i befasoi, i ftoi të hynin dhe të shihnin shtëpinë. Kam bërë disa ndryshime, por kam ruajtur shumë nga struktura origjinale, tha ajo. Nëse doni të hidhni një sy, jeni të mirë pritur. Marku pa Elenën dhe Kiarën, një pyetje e heshtur në sytë e tij. Të dyja pohojnë dhe së bashku hynë në atë shtëpi që kishte qenë aq domethënëse për të gjithë, në mënyra të ndryshme. Brendësia kishte ndryshuar shumë. Muret ishin rrëzuar, dekorimi ishte krejtësisht ndryshe. Por thelbi mbetej. Oxhaku ku Marku ulej për të lexuar ishte ende aty. Dritarja e kuzhinës nga ku Elena kujtonte vagullt se shite kopshtin vazhdonte në të njëjtin vend. Marku ngjiti shkallët deri në dhomën që kishte qenë e Rozës kur ajo rrinte aty. Tani ishte një zyrë, plot me libra dhe një tavolinë pune. Por ai mund të shite motrën e tij aty, duke kërcyer në shtrat, duke qeshur, duke jetuar me intensitetin që vetëm fëmijët që nuk e dinë se koha është e kufizuar mund të jetojnë. Më ke munguar çdo ditë, përshpëriti ai, duke ditur se ishte marrëzi të fliste me dikë që nuk ishte aty, por duke ndjerë nevojën ta thoshte gjithsesi. Por mendoj se më në fund po mësoj të jetoj përsëri. Mendoj se do t'i pëlqenit Elena dhe Kiara. Mendoj se do t'i miratonin. Kur zbriti, gjeti Elenën në kuzhinë duke biseduar me Olivian. Kiara ishte në kopsht, duke fotografuar lulet me celular. Kishte një paqe në atë moment, një ndjenjë se një rreth po mbyllej në mënyrë pozitive. E kaluara nuk ishte harruar, por as nuk ishte më një burg. U përshëndetën me Olivian me falënderime të ngrohta. Marku kërkoi kontaktin e teze Anjezës, duke premtuar se do ta thërriste.
Ndërsa ktheheshin në makinë, Kiara vrapoi përpara e emocionuar, ndërsa Marku dhe Elena ecën më ngadalë krah për krah. Faleminderit që je këtu, tha Marku me zë të ulët. Nuk e di nëse do të kisha pasur guximin ta bëja vetëm. Ti je më i fortë nga sa mendon, u përgjigj Elena. Por e kuptoj. Disa gjëra janë më të lehta kur nuk jemi vetëm. Ata u panë për një moment të zgjatur. Kishte aq shumë të pathëna në atë heshtje, aq shumë emocione të paemërtuara që rridhnin mes tyre. Marku ngriti dorën sikur do të prekte fytyrën e Elenës, por u përmbajt në momentin e fundit. Ende nuk ishte koha. Ende kishte gjëra që duheshin thënë, kuptime që duheshin arritur. Por ndërsa ktheheshin në makinë, ku Kiara tashmë po i priste, Marku e dinte me siguri një gjë. Ai kishte një familje tani. Jo familjen me të cilën kishte lindur apo që kishte planifikuar të kishte. Por familjen që jeta i kishte dhënë në mënyrë të papritur dhe perfekte. Dhe ai do të bënte gjithçka për ta mbrojtur këtë, për ta ushqyer këtë, për të siguruar që ajo dhuratë e çmuar të mos shpërdorohej. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Markut, Elenës dhe Kiarës t'ju ketë prekur thellë në zemër. Ndonjëherë familjet më të bukura janë ato që zgjedhim, jo ato me të cilat lindim. Nëse kjo histori dashurie, tejkalimi dhe shansesh të dyta ka rezonuar me ju, mos harroni të abonoheni në kanalin ton për më shumë tregime që festojnë forcën e shpirtit njerëzor. Lini një pëlqim nëse besoni në fuqinë transformuese të dashurisë dhe mirësisë. Dhe në komente na tregoni, keni përjetuar ndonjëherë një moment bujarie që ju ka ndryshuar jetën? Ndani historinë tuaj me ne, do të donim ta lexonim. Çdo ditë sjellim histori emocionuese që eksplorojnë kompleksitetin dhe bukurinë e marrëdhënieve njerëzore. Bashkohuni me komunitetin ton dhe bëhuni pjesë e këtij udhëtimi emocionesh. Deri në historinë tjetër.